Në vigjilje të Krishtlindjeve, pedonalja e qytetit të Korçës u mbush me tingujt e ngrohtë të kitarave, duke rikthyer një nga traditat më të bukura të qytetit, këndimin e serenatave korçare. Koncerti Kitarat e Korçës, i drejtuar nga Nuçel Doko, erdhi si një homazh për trashëgimin muzikore të dikushme, kur kitarat shoqëronin netët festive dhe këngët e zemrës këndoheshin në çdo cep të qytetit. Korça është mbreti kitarave e serenatave dhe kështu që ne s'kemi në sokak pa gjëgjisur në Korçë. Beshim 10 veta, 6 veta dhe tinu tërnat, serenat, gjërë, orë të vona, këtheshim e shpipës. Gjellë dritare, unë shaka, zemrën më more, ti moj dashnare, Ndihemi sepse dhe mësoj nga të rriturit. Cila është kënga juaj e preferuar që e luani në kitarë? Një melodi apo? La Paloma, kam mësuar më një nga të tëra, sepse kam praktikuar më shumë sepse më është duke një pjesë e bukur. Mbrëmja u pasurua dhe nga performanca e korit të rinjve Z+, i cili interpretoi karola tradicionale të Krishtlindjes në ndrejtimin e Bledi Polenës. Sot kemi përgatitur disa pjesë korale, disa janë me baza karaoke, disa i kemi a capella, kemi pjesë për Krishtlindje, disa pjesë të ndryshme. Për mua është tepër emocionuese, është dhe pjesa era e parë, domethënë që e kemi këtë kor të organizuar dhe për më tepër është dhe jashtë këtu në qytet dhe është akoma dhe me emocion. Koncerti u ndoq me interes të madh nga qytetarë dhe vizitorë të shumt. Kam nostalgji për këtë. Dhe më pëlqen që po vazhdon tradita. Dhe kam dalë që ta shijoj. Edhe dje isha në teatri. Kitarat e Korçës jo vetëm që solli festën më pranë njerëzve, por dhe ringjalli një traditë të çmuar, duke dëshmuar se muzika mbetet një nga pasuritë më të bukura të qytetit.